Shumë bukur. Ti punon vetë, çka dhe më na prezentu diçka prej punimeve tua që janë ma specifike, edhe tregom këtu në familje tane me kanë jetan. Sa e bukur. Kjo pas ka emnin tem, Nësa kjo ka emnin e Flutrës. Edhe kjo pas ka emnin e Flutrës, shumë bukur. Flutra nuk mujti më ardhë me neve, po une kur shkojnë studio ja dërgoj. Kjo është një Zbukuruse për Qelsa. Zbukuruse për Qelsa, për mu edhe për Flutrën, me emnat tonë specifik. Antigona Flutra, shumë të bukra. Tregom, afërsisht, sa kohë të merë mi punu një qesim bajtë? 15 minuta. 15 minuta. Më varet nëse sa emra kërkohet tek porosja, kjo s'm ka marrë as 2 minuta, 15 janë shumë, as 2 minuta, sepse ka qenë veç me një emën. Ma shumë shkon do me thonë, duke pas parasysh se dishat 100 emni, rruzat, këtu pak ma e kam problem, po ja dalë. Këta porosi, ku mundën njerëzit të cilët janë të interesuar për këta punë tua të mrekullueshme? Munden, kopsët e biberonit mund të gjenë tek faqja Baby Accessories AE, ndërsa këtu kurorat e gjërat tjera mund të gjenë tek Handmade AE. 2 faqet. 2 faqe ke, një ke për fëmijë, e tjetra është për nuse. E gotat e këta tjerat, ku i ke seleksionu këta? Këtu tek Handmade AE.